Të arrestuarit në këtë mision konsiderohen të pafajshëm, derisa fajësia e tyre të vërtetohet me vendim të formës së prerë nga gjykata. Brenda 2 minuta pritëm. Prapanisht po qëndron pra njësiri policisë e Kosovës i antidrogës. Ata gjatë ditës pra në këtë pjesën e veternikut kanë konfiskuar 2.5 kg drogë të tipit kokain dhe kanë arrestuar 5 persona. Gjithashtu, atyre i është gjetur edhe një shumë e konsiderueshme e parave. Sot të mëhon me datën 22, rrethohet 15, sektori qendror i hetimeve pa adër të drejtorisë kundër hetimeve me narkotik, ka zhvilluar një operacion. Ky rast ka qenë duke ndodhur më herët nga sektori qendror i hetimeve. Sot kemi zhvilluar operacionin, fillimisht kemi arritur të arrestojmë 2 persona të dyshuar dhe kemi sekuestruar rreth 1 kilogram të dyshuar për kokainë. Më pas ka vazhduar zhvillimi i këtij operacioni, këtu ku jemi këtu, kemi ndalë veturën që shihet në ngjarjes dhe gjatë kontrollit edhe këtu jemi gjetur disa sasi konsiderueshme kokainës rreth 1 kilogram e gjysmë. Domthonë që rreth 2 kilogram e gjysmë janë kokainë që dyshohet për kokainë dhe një sasi e konsiderueshme e parë. Lidhur me këtë rast në arrestuar 5 persona deri tani. Rasti është në vazhdimsi e sipër. Të shohim gjatë bastësisë të tjera çfarë do të bëjmë. Nën kupton vazhdimsi mund të ketë edhe persona të tjerë mund të ketë edhe persona të tjerë, sasi tjetër të konsekonstruar, rasti është duke vazhduar. Sektori qendror ka pasur informacion, ka qenë duke hetuar këtë rast bën bashkëpunim me Prokurorinë Themelore, Departamenti i Krimeve të Rana në Prishtinë, gjithçka ka shkuar në koordinim me Prokurorinë Themelore, operacioni është zhvilluar sot dhe ka rezultuar siç e shihni me këto. A mund të flasim për një grup goxha mirë të organizuar, se po shihet. Po, këtu domon kemi të bëjmë një grup të organizuar kriminal, dhe jemi duke vazhduar me hetime, s'mundom detaje shumë më shumë për rastin mirë, por një grup kriminal që ka bashkëvepruar lidhur me këtë rast.